Grabitje sikur në filma, hajdutët vjedhin mbi 300.000 euro. Vjedhjet po vazhdojnë të mbetën një ndër shqetësimet kryesore të sigurisë në Kosovë. Pothuajse çdo ditë raportohen raste të reja ku caki hajnave bëhen bizneset, institucionet apo prona private, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Një rast i tillë është regjistruar edhe në orët e para të mëngjesit në Ferizaj, ku hajnat dyshohet se kanë arritur të grabisin një shumë të themi marramense parash. Sipas informacioneve që posedon Sinjali, caki i grabitësve ka qenë qendra e kontrollit teknik Fitoria, ku 3 persona të maskuar dyshohet se kanë hyrë në objekt dhe kanë marrë një kasafort me vete. Sipas dëshmisë së sigurimit të objektit, 3 të dyshuar ndodheshin në një vetur BMW ngjyrë hiri pa targa. Kur ai është afruar për të parë se çfarë po ndodhte, grabitësit e kanë kërcënuar dhe i kanë kërkuar të largohej. Më pas, ata kanë hyrë në objekt, kanë depërtuar në zyrat e biznesit dhe kanë arritur deri te kasaforta. Pas nxjerrjes së saj jashtë, e kanë ngarkuar në vetur dhe janë larguar me shpejtësi në drejtim të rrethit me shqiponj. Pronari i biznesit ka deklaruar se brenda kasafortës dyshohet se ndodheshin rreth 330.000 euro para të gatshme, dokumente të firmës si dhe një pistolet me leje. Në vendin e ngjarjes kanë dalë hetuesit policor dhe njësitë e forenzikës, të cilët kanë kryer ekzaminimet e nevojshme. Me urdhër të prokurorit, rasti është cilësuar si vjedhje e rëndë, ndërsa hetimet janë duke vazhduar.